Faleminderit. Tani ishte pak si efort Për ta filluar. që e dira në mëngjes të nis me bahun, edhe që AC/DC. epizodi të nis me bahun, por prandaj kemi psikolog këtu, që na lehtësoi nga gjithë kjo furtunë që na hodhe në kurriz. Elisa, ti je vajza më e vogël e familjes. Po. Dhe ndërkohë merresh me më të vegjëlit e shoqërisë. Po. Fjala është për ty. Si që thatë dhe ju, jam vajza më e vogël. Ka disa karakteristika në fakt në fushën e psikologjisë për neve që jemi të vegjëlit. Disa kanë bazat forta. Si që thatë dhe ju, unë po merrem me më të vegjëlit, me fëmijët, se besoj që ata janë shtylla e një formimi, qoftë një shoqërie të dur, qoftë një familje të dur. Dhe po ashtu merrem edhe me fëmijët në aftësi ndryshe, që patjetër kanë nevojë për solidaritetin tonë dhe pranimin, jo vetëm nga personat që vinë nga studime psikologjike, por nga të gjithë. Sepse unë lidhin e kam bërë shumë me art. Mendoj që arti është forma më e mirë dhe më e bukur që këta fëmijë mund përfaqësohen. I kemi nxjerrë pafund në skena, me koncerte, me musical, me teatra dhe kemi parë që realisht kanë aftësi. Thjesht ju duhet një shtys që ata të dalin pa. Nga rinia, nga njerëzit që i rrethojnë, nga familja e gjithë me radhë. Studimet po në Tiranë, e kam pasur shumë dëshirë Tiranën, e dashuroj Tiranën, si qytet, si vend i mundësive dhe më vjen edhe nga familja, se unë gjyshen e kam nga Tirana dhe kam pas si pjesë amaneti që do vazhdoja studimet këtu, po ndjek dhe disa angazhime familjare dhe studimet. Ndërkohë që jeni disa motra më duket, apo ke dhe vëlla? Është vëlla i madhi edhe 2 motra tjera. Po, jeni 3 motra dhe një vëlla, Po. Motra dhe vëlla janë në Kosovë. Po, janë në Kosovë. Kanë mbaruar shkollimet jashtë, po janë kthyer në Kosovë. Domethënë ti e amaneti gjyshes. Po, gjyshes të gjithë familjes nga ana e gjyshes, që të vazhdoj këtu. Besart, prezanto shokët me të cilët e ardhur së fillim. Tash këto janë në fakt dhuratë për ju, i kam sjell. Që mos vija dur bosh, se nësë në rrinë as durës. Mirë. Ata që më sjellin dhuratë mua, kanë një kështu, nuk e quaj fat, po kanë një mundësi shumë mirë, sepse dhuratat mbeten në muzeun dhe në si thush atë stokun e muzeut të Kryeministrisë. Kështu që do qëndrojnë shumë bukur, dhe kam edhe parasysh se ku do qëndrojnë shumë bukur. Atëherë, domethënë ideja është që unë tisha sa më praktik, edhe mos egzageroja, po edhe të mos vija dur bosh, siç e thash. Kjo është në fakt dhurata që e plotëson atë kontekstin, sepse është një objekt i përfunduar në këtë kuptim. Kurse kjo tjetra, ky objekti tjetër që ju me siguri do të e shihni se çfarë dhe cila është, është një proces pune që unë kam marrë ta prezantoj në këtë lloj forme dhe njëkohësisht edhe ta dorëzoj si dhuratë këtu dhe ju. Në fakt, Koka Shqiponjës është një punim i thjesht, po themi modest, që ka nisë me mënyrë tradicionale të realizuarit deri në fazën e galvanizimit dhe për të qenë realist edhe i sinqert edhe me veten, galvanizim nuk e bëj unë, se galvanizimi është një proces që shkon shumë përtej atyre që duhet përfshi procesi i përfundimit një vepre, po është një kooperim që unë bëj me një mikun tim që punon për në Itali, në fakt, edhe ka pranuar që mund të më asistoj në këto ambicje që kam unë për të përfunduar procesin. Dhe bën pjesë në një fush që unë e kam ushqyer për disa vite dhe vazhdoj ta ushqej, ta uj sadopak, që është Papa Special Gift. Papa Special Gift ka lindë si nevojë e imja për të kategorizuar prodhimet e miniaturës. Ka dhe disa objekte tjera që janë goxha më miniaturë se sa kjo, shumë më miniaturë. Për të vënë në dispozicion të dhuratave që mund të jenë të personalizuara, speciale ose edhe zyrtare, por që ajo pastaj i takon marketingut, shpërndarjes etj. Për të dalë nga skulptura tradicionale, sepse nuk ja lejoj dot vetes që të mbyllim studio dhe të bëj skulpturë të dimensioneve dhe vetëm aq.
se rrath pars ma lejon familja, në kuptim që kam sa përgjegjësi për plotësuar dhe nuk mundet që të bëja të artistit mbyll në studio. Por me kaq sa kam pas mundësi, ishte ideja që unë të konkludoja në diçka. Dhe paralel me Papa Special Gift janë edhe disa profile tjera që unë i kam publikuar në rrjetet sociale dhe në faqet e mia, kurse objekti tjetër, ky portreti këtu, është portreti Kajo Karafilit. Një vepër e... Mirëmëngjes, shikues nderuar, do të jemi së bashku në këtë transmetim të drejtë për drejtë ditën e sotme, ku do të jemi me disa prej ngjarjeve më kryesore të orëve të fundit dhe një bilanc të kësaj jave që po lëm pas. Në këtë moment do shkojmë sërish në podcastin e kryeministrit Rama, ku ka një bashkëbisedim me 3 prej të ftuarve të tij dhe rikthehemi sërish në studio ku do të kemi bisedat e tjera sa i takon sistemit të drejtësisë, sa i takon opozitës, por edhe të tjera tema si këto. Marr kohë të fundit personale për të bërë digitalizimin e veprave të babait tim në këtë rast. Në qoftë se s'do ishte babai im dhe unë do ta kisha këtë ambicien, do të ishte digitalizimi i veprave të hartit, skulpturave, duke i skaluar dhe i printuar në 3D. Kam dalë pak nga pjesa artistike në sensin që jam futur në teknologji, sepse në të kundërt nuk ka se si të bëhet digitalizimi ndryshe, por është një nga ambicjet e mia që kam pas me kohë për të bërë këtë skanimin, printimin. Shumë faleminderit për shpjegimin shtërrues, faleminderit për shtërrues për dhuratat, ndërkohë që po i kthehem atij që na goditi me bahun. Me bahun AC/DC se këtë herë. Por mirë, ti the bahu, kështu që Do rrim te bahu. Bahu rrim se. Por e vërteta është që ne nuk të kemi ftuar këtu thjesht se i bie bahut ose na bie me bahun ose e merr bahun dhe e kthen mbrapsht, po të kemi ftuar për faktin se ti ke një jetë interesante dhe mbi të gjitha të kemi ftuar për atë që shkon përtej partiturës, përtej se këtu është violinist në kuadratën e violinistit, që lidhet me angazhimet e tua sociale, por nëpërmjet zbulimit të talentit dhe tek ata të cilët mund të duket sikur nuk kanë asnjë mundësi që të ngjiten në skena si gjithë tjerat. Po ajo që më duk pika ku mund kap fillin e kësaj bisede me ty është momenti kur ti vendos të ikësh nga Shqipëria. Ai moment fakt kur vendos të ikë nga Shqipëria, unë kam imazhin e babit me atë ftesën në dorë dhe duke më thënë, unë sa po kisha fituar i konkurs, kisha mbaruar Akademinë e Arteve, ishte viti 2008, kisha dalë me rezultate ekselente, kisha fituar i konkurs për në Sarajevo. Është projekti i Bashkimit Evropian, shumë mirë i paguar me gjitha. Dhe shumë rastësisht në një koncert në Francë me të rinj, unë pyes të rinjt se më pëlqeu Nisa, që shumë bukur, deti, njerëzit, çdo gjë, qyteti, dhe thash si me bë me art Francë thash. Aty ngjoj dikë dhe thot, o bobo dhe një tjetër. Por ishte edhe dikush tjetër që tha Kledis, ka ardhur një profesor e madhe, tha, nuk do të vish të takosh. Dhe shkoj të nesër në mes janë 7 trokas. Jam specialist për trokitër, për të hapur të dyre kështu. Dhe i thash profesoresh, thash kam gjuar shumë për ju. Në fakt nuk kisha ngjuar shumë për atë, po kisha dëshirë të shkoja në Francë. Thash do doja të vija këtu, thash, doja në ngjonit. Më ngjoj, tha hajde nesër në orën 8, më ngjoj dhe tha okay, do vi, mund të vish. Dhe kthehem tek ai imazhi i babit me atë letrën, dhe më thot Kledis, ti sa ke marrë studimet, ke bërë gjithë ato sakrifica, ke hapur Akademinë e Arteve në orën 6 mëngjesit, zgjoja rojet atje për që t'hapin Akademinë e Arteve dhe vije mbaroje në 11:30 darkës. Pastaj rrije deri në 3 duke lexu dhe tash do i fillosh prapë nga e para atje në Francë ku ke i punë në Sarajevo. Ata thash, po bab, thash.
dhe shkova në Francë. Po ti tregove pjesën e ëmbël të kësaj, nuk tregove pjesën e hidhur. S'desha me tregu pjesën e hidhur, më duket. Pjesa hidhur është pastaj, ku shkova, se nuk shkova në Jo, Nicë. pjesën e hidhur këtu. Këtu që nuk arritet do të hysh në punë. Po, në 2008 po, dhe në fakt është diçka që më ka ngjerur pak si peng, sepse nuk kam pas mundësi me dhënë një kontribut që unë gjithmonë kam dashur ta jap për vendin tim. Unë jam tani për momentin jam në kontratë me Operën e Nicës, punoj me Filharmoninë e Monte Carlos. Janë orkestra ku janë disa nga më të mirët në botë. Vinë muzikan nga Japonia, nga Rusia, kam fitu konkurse që 11 vjeç. Unë 11 vjeç luja futboll të sporti vjetër në Elbasan. Dhe jam me fat që jam atje. Po unë sinqerisht më them nëse më jepet mundësia për vendin tim, unë vi që sot. Sepse është diçka që më ka ngel peng. Sepse mendoj, mbarova ato rezultate maksimale, madje është hera dytë që ne flasim së bashku. Ishte gati për Shqipërinë, unë isha në Francë, kemi folur online, ishte studentët ekselent, dhe pata mundësinë t'ju thoja se kam pak atë një pasion edhe diplomacinë. Dhe duke punu te Konservatori Nacional Superior i Parisit, me orkestrën e konservatorit, gjatë pushimeve shkoja dhe i bia derës edhe aty Trokisja, tek drejtoresha. E i thoja kam shumë dëshirë që të lidh Universitetin e Arteve me Konservatorin Nacional Superior të Parisit, që është i dyti në botë. Dhe ka kalu Debussy, Ravel, gjithë kompozitorët më të mirë. Dhe mbas 5 muesh, arrita, se thanë në një moment, ky nuk ka për ndalu, ky do vazhdoj, po troket, edhe është një nga kënaqësitë më mëdha që u kam ndjerë, bëra diçka thjesht në mënyrë vullnetare, në mënyrë pa të dëshirën për të bërë diçka. Dhe aty ju kam shprehur këtë gjë dhe më dhat përgëzimet, vos félicitations, ça me dit en français, më dhat përgëzimet tuaja dhe për mua ishte një nga shtysat që ta shtyja që të bëja pastaj projektin që unë bëra me Shqipërinë